Zotë kryetare, kam për procedurë. Tashti, Zotë Bylykbashi bëri një pyetje ministrit. Përgjigjja nuk mund të jetë, ishim ke faza pyetjeve. Është drejtim ky komisioni. Ishim ke faza pyetjeve, bëre kush ka pyetje për ministrin tim mbledh, gjithë të na kthej përgjigje. Kolegja, me gjithë respektin, u përpoq të na sqaronte çfarë bëri, lexoi relacionin, e kemi lexuar. Mbasi është lexuar relacioni, Zotë Bylykbashi kishte një pyetje. Kush është urgjenca? Cila ishte një gjë që nuk ishte parashikuar, do indeksohen pensionet, duhen indeksuar pensionet? Një sekond më arti. Po, që është urgjenca që? Janë që të gjitha propozime, të po të themi. Kur ka ardhur me buxhetin këtu vitin që shkoi, kemi thonë rrit pensionet, rrit përkrajën sociale, rrit këtë. Është shumë bukur, the jo. Të gjitha amendamentet tona që sot i ke urgjente, i ke rrëzuar. Tank, që gjitha më radhë, në të gjitha komisionet. Tash ti thua kemi rrethana të reja financiare, e kuptoj. Ke mbledhur më shumë të ardhura dhe këtë e kuptoj. Duhen rishpërndarë dhe këtë e kuptoj. Urgjencën ku e ke po të thotë. E dua tani thua. Pse janë shtator në tetor? Ku e ke urgjencën? Nevojat janë e kuptoj. I kishe nevojat dhe kur sotë buxhetin. Pyetja është urgjencën ku e ke. Përse duhet kaloj në këtë mënyrë duke shkelur me këmbë kushtetutën? Duke e grisur. Kjo është pyetja që u bëri Zoti Bylykbashi. Për këtë, a keni një përgjigje se nevojat i kuptojmë që gjithë nevojat ju kemi thënë ne që i keni këto nevoja, i ka shoqëria këto nevoja, parashikojeni në buxhet. Na keni thënë jo. Sot ndjen urgjencën për këtë punë. Ku është urgjenca po të pyesim? Janë gjëra që i ke ditur që përpara, që duhet ta kesh 3% kontributin në NATO, ti e ke qenë statut, që kur ke vendos firmën që jemi, janë të arsuar shu është. E rreni her mas here NATO-n, fusni edhe riparimin e makinave të spitalit ushtarak, që fakt s'ka, e fusni ke faturat e kemi çu për ushtrinë, ai s'është mos spital ushtarak. Zoti Strazimiri. Tash të gjitha këto gënjeshtra që bëhen vazhdimisht, sot nuk mund të vish u thosh që na ka ndodhur urgjente. Dhe e bukur është të thua, është urgjent sot një gjë që duhet kishte ndodhur përpara samitit të Stambollit. Po ku e mora vesh për dhëna, përpara mora vesh ka samiti të Stambollit. Për procedurë. Prandaj është vetëm procedurë. Po shpjegoj, deri tani po shpjegoj procedurë. Po shpjegoj proceduralisht. Po shpjegoj proceduralisht pse nuk ka kthyer përgjigje ende ministri. Dhe pse është krejtësisht e pavend ta lexosh relacionin. Dakor. Të lutem shumë zotë ministër. Me një fjali, ku është urgjenca? Janë që të gjitha gjërat që i ke ditur përpara. Dhe pse duhet vinë në këtë mënyrë procedurë urgjente kjo punë? Të mos presë siç kalon çdo ligj tjetër. Jo, zotërisht, jo, po për bot pyetja për ministrin. Zoti Strazimiri, lidhur me rastin që e morët për procedurë, në fakt eksaktësisht mënyrën e diskutimit dhe të bërjes pyetjeve në komision, ju jeni i vetmi koleg këtu në këtë komision që i bashkoni të dy fazat bashkë, edhe pyetje dhe diskutim. Tani dhe zonja Mara, që ka gjatë që është me ne këtu në komision, e mori fjalën eksaktësisht si ti për të bërë pyetje dhe e zauroi dhe pyetjet dhe diskutimin. Jo, nuk kam pyetje, kam një sugjerim. Po mirë, e mësoj tani që nuk do të thotë më tjetër kështu se do ta bëj si ti. Me kërku fjalën për procedurë dhe më e zauroi gjitha. I bëra një pyetje konkrete ministrit, duke e sqaruar që deri tani nuk ka dhënë përgjigje. Dakor. Zoti ministër, nëse përgjigje do të jetë kjo që sapo na that, mos e hap kot mikrofonin, mos na ato se dina ai se çfarë përgjigje. Nëse ke një përgjigje për këtë që ju thash, na sqaro urgjencën ku e ke. Zoti ministër, fjala është për ju. Çfarë ndodhi pa pritmas? Kjo është urgjenca. Indeksimi? Ju lutem. Po.